shumë e rëndësishme për punonjësit e policisë shtetit, përveç indeksimit, do të ketë rritje për vjetërsinë në punë, e cila për gradat më të ulta përkthehet në një rritje mesatare me 5.000 lekë të reja në muaj. E thënë ndryshe, për një punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, sipas gradave pagat rriten si më poshtë. Për inspektorët e thjeshtë, nga 80.500 lekë të reja në 84.500 lekë të reja, plus shtesa për kushtet e punës dhe ushqimit që çon pagën mesatarisht në 100.000 lekë të reja. Për në komisarët, paga do të rritet në 101.000 lekë të reja, që me shtesën për kushtet e punës dhe po ashtu për ushqimin shkon në 116.000 lekë të reja. Për komisarët, paga do të rritet në 110.600 lekë të reja dhe për shtesën në funksion të kushteve të punës dhe plus ushqimin do të shkojë në 125.600 lekë të reja. Dhe për drejtuesit e thjeshtë, paga do të shkojë 141.450 lekë të reja dhe po ashtu me shtesën do të shkojë në 156.450 lekë.